Shkrimtari dhe publicisti Edmond Tupja po bën buj me librin e tij më të ri Vajzat e balkonit, një pseudoroman modern. Ky libër ose ky roman sjell jetën e dy vajzave që janë produkt tipik i tranzicionit postkomunist, të cilat në shoqërinë e hershme përpiqen ta gjejnë vetveten në një rreth ku ato përpiqen të jenë vetvetja mirë, po kërkojnë diçka tjetër. Ndërsa autoria Faye Weldon vjen me librin e saj që aktualisht po shitet shumë nëpër botë, Vajzat e rritura nuk qajnë, një libër me qasje shumë popullore, por që të bën të mendosh për një të ardhme më të mirë. Vajzat e rritura nuk qajnë zhvillohet në Londrën e vitin 1971. Ato 5 gra mblidhen në një dhomë, të cilat mendojnë të krijojnë meduzën. Meduza është një shtëpi botuese në shenjë hakmarrje, sepse këto vajza nuk janë të kënaqura me jetën e tyre, posaçërisht nuk janë të kënaqura me burrat. E për më të veçdit ndodhet në treg libri Herri i Tmerrshëm i autores Suzy Klein, një numër vëllimesh të cilat pritet të rriten muajt në vazhdim. Herri i Tmerrshëm është një libër shumë edukativ, është përkthyer me një përkujdes shumë të veçantë si në redaktim, po ashtu edhe në përkthim. Libri është testuar që të lexohen nga fëmijë 7 deri në 13 vjet. Ajo është një seri e librave, seria shpresojmë që do të vazhdojë. Viti që sapo kemi hyrë ka ardhur me shumë befasi në tregun e librave, e adhuruesit e fjalës së shkruar kanë mjaft alternativa për të zgjedhur.